Më tha, Altin, nuk e dija që ti ishe ke lista, të votova aty, po nuk e dija që ti ishe ke lista. As njerëz të angazhuar që kanë informacion, nuk kanë pas informacion se kush kanë qenë në lista. Dhe unë shqetësimi kryesor që kam ngritur ka qenë që 90% e kohës e çdo kandidati në listën e hapur harxhohet për t'i mësuar qytetarëve që ata janë në një listë, kjo është lista e Partisë Demokratike dhe e koalicionit, dhe që ndodh në qarkun filan. Pra, deri këtu vajti izolimi total i kandidatëve për bërë fushat. Dhe kjo u bë qëllimisht për të favorizuar kandidatë caktuar brenda listës, që kishin vota blu dhe që të kërkohesh vota blu. Pra nuk ishte asnjë interes për shkuar ke elektorati gri. Me një formulë thjesht, ju mund ta kuptoni. Jemi 37 njerëz që kemi një jetë. Në jetën tonë kemi njohur shumë njerëz. Kemi shumë raporte me shumë njerëz. Jo të gjitha njerëz e rrinë me majt telekomandët e syri për të mësuar kush janë kandidatët, apo. Që do thotë, këta njerëz po ta dinin që njerëz që i kam njohur para 30 vjetësh, 40 vjetësh, 10 vjetësh, 15 vjetësh, apo që filani ka këtë lidhje, apo që dikush e thotë të lidhje, do jepnin votë për arsye preferenciale. Të gjitha njerëz nuk kishin mundësi ta mësonin që ne ishim në listë. Jo unë, të 37 po them. Që do thotë, arsyeja pse prezantohet lista e kandidatëve është pikërisht që ta marrin vesh kushdo. Pasi njerëz nuk kanë interes për të gjetur informacion duke kërkuar, duan t'u jepet. Në rastin konkret, 37 kandidatë të Tiranës kanë harxuar pjesën më të madhe të kohës, jo për t'i bindur votuesit që të votojnë ata, po fillimisht për t'i informuar që ata janë në një listë, që është kjo lista dhe janë në qarkun Tiranë. Avokat, këto ditë ka pas zëran media analistë që kanë thënë që shiko, ka qenë situata aq. Më fal, se nuk e mbarova dot argumentin me pyetjen tënde të parë. Për klanet, më kupton se këtu doja me dal. Aty do dilja edhe mbrapa, po. Po, lufta totale që është bërë është që të favorizohen kandidatë që të përkasin klanit përkatës. Në mënyrë që nesër klanet jenë të fuqishme brenda partisë. Po kush janë këto klane, avokat? Kush janë këto klane? Këto klane kush janë? Dëgjoj, unë nuk mund të vej emër filanit që ka klanin, po mund të them strukturën e klanit, konceptin e klanit brenda partisë. Janë individë të cilët kanë tarafin e tyre, lidhjet e tyre dhe konkurrojnë për të marrë pushtet. Këtë e shef kur bëhet mbledhja e kuvendit, kur bëhet mbledhjet e këshillit drejtues, si votohet, si bëhet. Pra, këto grupe kërkojnë të marrin kontrollin nëse do të kishte rast për të marrë kontroll, por do të bëhen gati dhe të jenë sa më të fuqishëm brenda partisë. Domethënë, koncepti është që kjo fushat tregoi që favorizoheshin palët jo për të mbledh vota, por për të pasur njerëz të tyre në pushtet brenda partisë. Avokat, pa përmendur, pa vajtur të emrat, mund të flasim për klane Veri Jug apo Tirana me pjesë të tjera? Pra nuk po ndaj Veri Jug në aspekt negativ. Kam mësuar një gjë që e vetmja gjë që në pislëkun e klanit është fjala Veri Jug, nuk ekziston. Prandaj madje lufta më e madhe bëhet brenda zonave elektorale. Për shkak konkurrencë. Ishte për brenda domethënë klanet janë të çara edhe në zona rajonale. Pse? Sepse kërkojnë pushtet mbi zonën. Po kupton logjikën. Në Tiranë sa janë në mendjen tuaj? Po nuk është se janë thjesht në Tiranë, në gjithë Shqipërinë. Ajo shprehet, për shembull, ai Tiranës kërkon të ketë njërin e vet në Kukës, njërin e vet në Shkodër, njërin e vet në Korçë, më kupton logjikën. Pra klani kërkon të ketë sa më shumë njerëz kudo, jo në një vend. Një për analizë. Kjo është përjashtimi. Këtu praneze e përjashtojnë këtë ndarjen Veri Jug, sepse çdo klan synon të ketë njerëz kudo. Një për analizë theksonte që ka pasur mesazhe nga Selia Blu që mos votoni doktorin Ali Mehmetin. Po, edhe Aulon Kalan sidomos Aulon Kalan. Ka pas, ta konfirmoj unë këtë gjë. Ka pas orientim vote që të votojë një ish prokuror, i cili vetëm ja njohi kishte populli për të, ishte kronika e zezë e televizioneve dhe vettingu që kishte përjashtuar. Pra, një person që nuk mund të kishte asnjëherë një impakt të imazhit publik etj, ka thyer rekordin e votave duke pasur sipas tyre rreth 1000 e sa vota më shumë se Aulon Kalaja, a 2000 vota nuk e di se sa, ndërkohë 1000 e sa vota, ndërkohë që Auloni ka thyer gjithë rekordet e historisë zonave elektorale të Shqipërisë, ka fituar krujen, ka fituar fushkrujen. Është një person që ka thyer çdo lloj rekordi dhe ka marrë shumë vota se s'ka marrë, ndërkohë që kishte fushat të pafinancuar fare, me një shifër diku ke 6 milionë lekë vjetra, ka shpenzuar gjatë gjithë kohës. Jo po aq se kam parë, po mjafton ta shohësh fushat ka bërë. Por deri këtu, nëse desha të them,